Trajnimin e titullova që 14 vite punë online, 14 vite nga shtëpia, dje ishim në avniun darkë për darkë, edhe kur u ktheva në shtëpi, thash o zot sa e bekume jam që punoj prej shtëpie. S'ka gjë më të bukur se punosh në ambientin tënd. Është me të vërtet bekim kjo jetë që e kemi tani. Këto mundësi që na ka sjell interneti, që të punojmë nga shtëpia. Unë dhe jem edhe do të shpreh tek ju sonte shumë qetësi, shumë dashuri dhe shumë dritë. Edhe veç i them faleminderit Zotit, domethënë për çdo gjë që bëj, sepse dita shkon shumë shpejt, me punët e mrekullueshme që i kam, me njerëzit e mrekullueshëm që i kam nëpër grupe. Ku secili flet vetëm fjalë të mira, ku ne nuk dim t'i themi njëri tjetrit diçka ofenduese, ku ne i themi vetëm fjalë mrekullie, ti je mrekulli, ti je mrekulli, ti je mrekulli, ti je dritë, ti je dashuri. Sepse secila na duket ashtu, nga sa është një pasqyrë e shpirtit ton, që ka kërkuar të ketë afër njerëz të vetëdijshëm, njerëz mrekullueshëm, njerëz që e dinë se çfarë duan nga jeta. Edhe ta kesh një ambient tillë çdo ditë është bekim shumë i madh. Prandaj them jam e lumtur edhe kur pi ujë, edhe kur e pi një vitaminë, edhe kur dal kjo bori, kur marr të ha diçka kënaqem se shumë e du ushqimin. Ë Edhe mëngjesi im, si fillon mëngjesi im? Ndonjëherë zgjohem në ora 5:30, ndonjëherë në ora 6, ndonjëherë në ora 7. Por kur zgjohem e para gjë që bëj është pi një gotë çaj me aloe vera, sepse e di përbërësi që ka, e di se sa shumë i ndihmon trupit tim, organizmit tim. Pasi e pi aloe verën, bëj kafen. Duke pritur që kafja të bëhet, i nxjerr enët nga lavapiaci, e marr kafen, ulem te kompjuteri, edhe filloj ditën, t'i bëj ato mësimet ditore që i kam për masterclass, edhe për a hero, një hero që e ka emrin grupi im i biznesit, një hero që ndërton sukses global. Dhe secila nga ata që janë aty janë futur në një tunel për cilin fola javën e kaluar, dhe ke cili tunel ata i kanë trajnimet, fokusin të trajnimet, edhe ta mësojnë biznesin të jenë profesionale në biznesin që sapo kanë filluar. Sepse nuk dua që bashkëpunëtorët e mia të përballen me gjëra të cilat i bën një amater, i cili nuk i din rregullat kryesore të një biznesi online. Edhe do të thotë kështu shkon dita ime, 2 ditë në javë kam trajnime një, ndoshta 1 në ditë ose 2, sepse është një pjesë e transformimit që ndodh kur unë flas me njerëzit një, që duhet kaloj përmes meje. Ndonjëherë kjo më sjell shumë lodhje. Edhe më duhet ta rikthej energjinë time. Merrem me oborin, me lulet. Tash, për shembull, ora 8, ja e kemi Zoomin sonte, nesër mbrëma përsëri kemi Zoom.
për solstistin veror dhe i mirëpres gjithë ata që kanë bërë donacion në Empower edhe janë pjesë e kësaj grupe të mrekullueshme. Dhe do të thotë jo vetëm që merrni në shumë fishin e asaj që jepni, por e jepni me gëzim, e jepni me shpirt, me zemër. Dhe na ndihmoni neve, gjithashtu ndihmoni shumë njerëz tjerë, të cilët nuk kanë mundësi materiale të marrin trajnimet në Empower. Ato gjithmonë janë të mirë pritur që nëse duan të mësojnë dhe të ndryshojnë, të jenë pjesë e këtyre grupeve tona, këtyre trajnimeve tona dhe falas. Më thonë, ju jo vetëm se e ndryqoni jetën tuaj, por ndryqoni edhe jetën e shumë të tjerëve që s'kanë mundësi materiale sot. Po sigurisht ato që sot s'kanë mundësi materiale, nuk është rastisht pse s'kanë mundësi materiale, nga se ndoshta nuk duan të fokusohen që diçka vërtet ta bëjnë ose të mësojnë diçka. Nga se trajnimet janë më shumë për ata që i kanë vështirësitë financiare, atë duan të ndryshojnë ato. Nëse duhesh të ndryshosh diçka në jetën tënde, duhet bësh diçka ndryshe në jetën tënde. Edhe kur e merr falas, ti mos e quaj sa është diçka si asgjë, sepse shumë gjëra na i kemi falas dhe si përdorim, siç është mendja numër 1, që se përdorim fare për ta ndërtuar jetën tonë. Është e njëjta gjë edhe për trajnimet. Sepse kemi disa raste që i kanë marrë falas, mirë po nuk i kanë shpletuar as pak. Edhe ju që e keni marrë masterclass këto ditë, unë ju sugjeroj shumë që gjithë trajnimet që janë aty, filloni ta bëni një plan, një program se si do t'i dëgjoni ato, sa kohë në ditë, sa orë në ditë të fokusoheni që t'i dëgjoni ato trajnime që janë aty. Mësimet ditore t'i lexoni çdo ditë, sepse çdo ditë duke lexuar një mësim i cili shfaqet për ju në Empower dhe qëndron vetëm 24 orë, ju ndryshoni total aspektin e energjisë që nga mëngjesi. Edhe sepse kur i ndryshosh mendimet, ndryshon edhe dita. Edhe kur ndryshon dita, ndryshon edhe jeta. Çdo ditë e ndryshuar është një jetë e ndryshuar. Edhe sonte unë doja që të ndaj me ju diçka shumë të rëndësishme. Sonte dua të flas për një armik i cili përpak shkatroi jetën time, përpak shkatroi biznesin tim, familjen time, shkatroi gati çdo gjë në jetën time, saqë ai armik arriti deri në momentin ku unë s'doja më të jetoj. Edhe ajo është armik i padukshëm, nuk e shohim, më shumë tinak. Të flet sikur të flet mendja jote. Të flet negativisht vazhdimisht për njerëzit tjerë. Të flet gjërat pa vërteta që janë negative. Sjell vetëm dyshime. Të bën që të mendosh çdo gjë për shkatrim. Bën çdo gjë në botë ta shohësh zi. Për shembull tash që është lufta e Iran, Izrael, njerëzit duke u bërë armiq me njëri tjetrin, njëri duke qenë nga Izraeli, tjetri nga Irani, e duke u mbytur me njëri tjetrin për gjëra që s'kan as dorë t'i ndryshojnë, as mund bëjnë asgjë për gjëra që janë jashtë mendjes tyre, jashtë
jetës tyre, po do lishoj bombën atomike, po do bëj këtë, po do të bëj atë. Më thonë, momentin që do lishohet bomba atomike, shkoj pota edhe u kry. Tash ne duhet mendojmë sa do lishoja, s'do lishoja dhe do jetojmë me frikë. Ne të jetojmë me atë që kemi sot. Sepse nesër asnjëherë nuk dihet. Edhe nëse përfundon kjo jetë, përjetësia vazhdon. Nëse përfundon kjo botë, përjetësia vazhdon. Nuk do të jetojmë vazhdimisht me frikë. Jo, ti janë konë lo qeso jo. Okej. Shpresoj se tash të mund na pengoje dikush se kam harru tash typja atë butonin aty që mos t'i hapin mikrofonët. Pra, nëse do më kishe në shtëpinë tënde tash, ose nëse do ishe këtu bashkë me mua, çfarë pyetje do më bëje? Dush ta dish kush ka qenë ai armik. Dush ta dish kush ka qenë ai armik i cili ndoshta akoma banon mendjen tuaj ose në shtëpinë tuaj. Mirë se gjeta, fatlum, do pijmë një kafe bashkë. Që une parës e bona një kafe. Do të thotë është A Biblia thotë si e largove armikun. Ne jetojmë në një botë e cila e ka edhe anën pozitive dhe atë negative. Fillimisht kur nisa unë, domethënë ato momente kur ishte fundi i çdo gjëje në jetën time, kur e shkruajta lutjen edhe me 11 kërkesa drejt Zotit dhe ja dërgova në mal vetes time. Duke e lutë Zotin, sepse nuk e di e majlin e Zotit, e di e majlin tim. Edhe prisja përgjigje, do me thonë momentin që u luta, isha e vetëdijshme se përgjigja do vi. Përgjigja erdhi përmes Kevin Trudave dhe trajnimeve të tij. Shkova në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një seminar dhe kur u ktheva çdo gjë ndryshoi në jetën time. E kam tregu këtë histori disa herë, por atje e kuptova se kush kishte qenë armiku. Edhe për ta mposhtë këtë armik, askujt më shumë se mua, nuk i është dashur përballjet me të. Sepse mua më është dashur shumë të mësoj që ta mund këtë armik. 16 orë në ditë, 14 vite. Nëse do të duhet të kryeja fakultete me gjitha ato mësime që i kam bërë deri tash, me siguri do t'i kisha kryer 20 fakultete. Jo doktor shkencësh, po kush e di sa shumë çmime do arrije. Por ajo që dëgjova sot nga një trajner, nga i cili mësoj sa i përket biznesit, edhe pse e vendosa titullin e trajnimit si kam punuar 14 vite online, por gjatë këtij procesit mësimeve, domethënë gjatë gjithë këtij procesit mësimeve për mendjen, për shpirtin, për
egon, për komunikimin me njerëzit, për mënyrën se si cilena me veten, si cilena me tjerët, si ta kena një jetë më të lumtur. Fillova, domethënë, fillimisht t'i ndaj si mësime, si thënie në Facebookun tim privat, prandaj them Facebooku im privat ka me siguri një 10 libra ti lexosh nëse shkon prej fillim kur e kam hap Facebookun deri tash. Ka shumë informacione të cilat e ndryshojnë jetën. Dhe kam dash ta shkruaj një libër për Facebookun, për krejt ato postime që i kam bërë në Facebook. Mirë po, libra do shkruaj ndoshta në një të ardhme kur do të kem më shumë qetësi, më shumë vetë fokusim, edhe më shumë përvoja. Sepse sa më shumë që kam kontakte me njerëz, aq më shumë mësoj dhe aq më shumë përvoja shfaqen në jetën time. Edhe si që thash sot duke dëgju atë trajner, ai tha kështu: egoja është armiku yt më i madh. Edhe unë reflektova në jetën time, u ktheva edhe e shikoja veten, domethënë para se të shkoj në Amerikë, si kam qenë, edhe kur u ktheva, si fillova ta ndryshoj. Sepse deri në atë moment unë isha qendra e universit. Dhe veç unë kisha drejt, veç unë isha e ditura, veç unë dija, e gjithë tjerët i fajsoja. Edhe ai tha një fjali shumë fuqishme. Tha, sa më shumë rritëm, aq më pak mendoj se jam qendra e botës. Por është një zë brenda nesh që nuk e pranon këtë. Një zë që thot, ti je më e mira, ti meriton më shumë, ti je e veçantë. E ky zë, të dashurit e mi, quhet ego. Exit God out. Nxirre Zotin jashtë. Kur e nxjerr Zotin jashtë, nuk e merr në ekuacion, nuk e merr në barazim. Edhe atëherë, çfarë ndodh në jetën tënde? Çka ka ndodhur në jetën time? Vazhdimisht në konflikte me njerëz, vazhdimisht bërtisja, vazhdimisht u mundoja me çdo formë që ta çoj dikush tjetër të më kuptoj. Po forma agresive, negative, budallallëqe. Krejt to i ka bo egoja, e padituria. Do me thonë, nëse ne e kuptojmë se ky zë quhet ego, atëherë e kemi shpëtu. Atëherë jemi bën shpëtimtare të jetës tonë. Mirë, po nëse nuk e kuptojmë, ai bëhet armiku më i madh. Le të analizojmë Beqet Pacolli. Kush nuk e njeh mund flasë çka do se për Beqet Pacollin, sepse nuk e njeh, nuk e ka taku, nuk ka qenë shpinë e tij, nuk ka qenë përballë ti që të flase me të, ta ndjej energjinë, sepse energjia tregon gjithçka. Në me thonë, ajo është njeri madhështor. Njëherë në 200-300 vjetë, 400-500 vjetë mund shfaqet një lider i tillë në botën tonë shqiptare. Edhe pse njerëzit vazhdimisht, domethënë, e shajnë, pse njerëzit vazhdimisht
janë kundër ti, nuk e lën që njëherë ta udhëheq vendin edhe të na dërgoj aty ku ai e ka në imagjinatën e vet të na dërgoj. Sepse është shumë i mirë, sepse është dritë. Drita njerëzit nuk e duan. Njerëzit ikin nga drita. Kush i çon njerëzit ikin nga drita? Pra armiku numër 1, i cili është ego. Edhe atë statusin e fundit që e nxori, vetëm pak ta gjej. Është ky, udhëtimet e gjata shpesh nuk janë vetëm, hapni të mbish pak ujë, lutem. Udhëtimet e gjata shpesh nuk janë vetëm prej një vendi në tjetrin, por udhëtime brenda vetes. Në këtë fluturim, duke lexuar e reflektuar, më erdhi një mendim i qartë si drita. Mos e bëj mirësi libër të hapur, sepse disa njerëz sapo ta lexojnë nuk do ta kuptojnë, por do ta keq interpretojnë. E mira nuk ka nevojë për bujë, ajo flet vetë, me qetësinë dhe thjeshtësinë e saj. Uroj ditë të mbarë për ju, Bexhet Pacolli. Domethënë është diçka të cilën edhe unë në këtë kohën e fundit shumë e kam reflektuar. Kur është egoja më e rrezikshme? Falënderoj. Egoja është më e rrezikshme kur gjithçka duket mirë. Ndoshta je në fillim të një rrugtimi dhe ke plot ambicie. Ndoshta ke arritur suksesin tënd të parë, ke fituar një shumë të madhe. Ke marrë një rol drejtuesi ose ke ndërtuar një biznes që funksionon. Por pastaj ndihesh bosh. Sepse suksesi i jashtëm nuk mjafton kur brenda teje egoja e fryr e deformon gjithë perspektivën. E dini cili quhet kirurgi më i guximshëm? Kirurgi më i guximshëm është ai kirurg, të cilit nuk i dridhet dora kur kryen një operacion mbi veten. Kirurgi më i guximshëm është që nuk i dridhet dora kur bën operacion mbi veten. Dhe po aq i guximshëm është ai që nuk heziton të heq vellën misterioze të vetë mashtrimit, e cila ja fsheh pamjen e shëmtuar të sjelljes së vet. Domethënë, është aq i guximshëm ai që nuk heziton të heq maskën, vellën misterioze, me cilën e mashtron veten, sepse duke mashtruar veten, mashtron edhe shumë njerëz tjerë, e cila ja fsheh pamjen e shëmtuar të sjelljes së vet. Adam Smith e ka thënë këtë. Egoja nuk është thjesht arrogancë. Është një besim i sëmurë në rëndësinë tonë personale. Është dëshira për të dukur më shumë se të tjerët, për të fituar, për të dominuar, për të dalluar, jo nga nevoja shpirtërore, por nga pasiguria dhe friga që fshihet pas fasadës. Egoja është si një fëmijë kapricios, i cili është brenda nesh dhe thot: unë e dua tani, duhet të jetë në mënyrën time. Të gjithë duhet të më shohin mua, unë jam drita, unë jam kjo, unë jam ajo, unë i di të gjitha, unë e kam këtë, askush s'din, gjithë janë tjerët. Domethënë veç për veten, për veten, për veten, për veten.
Edhe, do më thonë, kur ne ndjekim njerëz të tillë, çka bëjmë ne? Do më thonë, ne pasurojmë atë personin tjetër. Nësepse ato merren vetëm me mlefin që e kanë, me mos mirënjohjen që e kanë, me egon që nuk i lejon të përulen. Egoja, do më thonë, nuk të lejon ma të përulesh. Pa marrë parasysh, do më thonë se sa mirë mund të kishe qenë ish buri, ose ish mësusi, nëse ti ke folur keq për ta, nëse ti vazhdimisht ke fajsuar atë për diçka, pa marrë parasysh sa i mirë të ishte ti, egoja asnjëherë nuk të lën të kthehesh. Edhe pse, e shef se e ke shkatru familjen, e ke shkatru jetën. Përsëri nuk kthehesh, pse? Sepse egoja nuk të lejon. Egoja shkatron familje. Nuk është asgjë tjetër përveç ego, sepse egoja këtu e shkatru familjen time, këtu e shkatru jetën time. Ego, për shembull, kur thotë unë jam kështu edhe unë nuk ndryshoj. Unë kam këtë karakter. Çfarë karakteri është shaj? Që s'ndryshon. Çfarë karakteri është shaj që s'përulesh? Çfarë karakteri është shaj që ti nuk të lejon ti thush një fjalë të mirë tjetrit? Nuk është karakter, ajo është ego. Pra kur merr drejtimin egoja, vetbesimi kthehet në arrogancë. Vendosmëria kthehet në kokëfortësi. Besimi në vete kthehet në verbëri përballë realitetit. Besoj keni pa njerëz tillë. Dhe kështu ne bëhemi peng i vetvetes. Egoja e largon suksesin e vërtet. Na bën të padurueshëm me njerëzit. Na bën të mbyllur ndaj kritikave. Na pengon të shohim realitetin siç është. Na pengon të punojmë në harmoni, të udhëheqim me zemër, të krijojmë me shpirt. Siç thot Marja Abramović, kur fillon të besosh në madhështinë tënde, ajo është vdekja e kreativitetit. Madhështinë e egos është fjala, jo në madhështinë e Zotit. Vdekja e kreativitetit, dhe nëse s'ke kreativitet, çka do bësh? Vetëm do vjedhish nga të tjerët, edhe tash me avancimet e pafundme që ka teknologjia e inteligjencës artificiale, kreativiteti vdes, edhe ngelet, do më thonë, falsiteti. Cila është e vërteta e dhimbshme? Nuk jemi aq të veçantë sa mendoj. Dhe kjo është shumë mirë, sepse kur lirohesh nga bara e të qenit, qendra e universit, më në fund i ke lejuar vetes dhe i ke dhënë hapësirë të dëgjoj, të mësoj dhe të kontriboj, vërtet kontriboj. Para se të shkoj në Amerikë, çdo ditë unë kërkoja avniut, unë du liri, as vetë se dija çka është e liri. Kur i thu burrit unë du liri, ai mendon se ti dush liri të shkojsh me burra tjerë. Ashtu e perceptojmë burrat lirin, ne femrat që e kërkojmë. Po liria, do me thonë, nuk vjen kur ke ego. Sepse egoja nuk e don lirin. Egoja nuk e do paqen. Egoja të çon bësh mashtrime. Egoja të çon bësh tradhti. Egoja të çon të jesh mos mirënjohës. Egoja të çon vetëm rrugëve negativa. Kur bie egoja, atëherë fillon liria.
Çka është liria? Liria për të mësuar nga të tjerët. Liria për të mos qenë gjithmonë e para, por për të qenë e vërteta. Liria për të ndërtuar një jetë që ka kuptim, jo thjesht pamje. Kjo është arsyeja që jam sot këtu. Jo për t'ju treguar sa gjëra kam arritur. Por sa shumë kam mësuar kur egoja ime u përull. Kur ajo ra. Atëherë fillova të ndërtoj lirinë time të brendshme. Fillova të jetoj një jetë ku nuk ka nevojë për maska, as për duar trokiq, as për lavdrimet kota, po vetëm për vërtetësi, për dashuri dhe për mision. Tash kam një pyetje për ju. A mendon se të pengon egoja që të ecësh përpara? Sepse nëse ti një herë ke thënë jo, kokëfortësia dhe egoja do qëndroj aty gjithmonë që të thotë jo, ti ke thënë jo edhe ashtu është. Ashtu duhet të jetë, ashtu duhet të vazhdoj. Nuk mund t'i përulesh tjetrit. Nuk mund të trokasësh, nuk mund të thrasësh, ti tregojsh se kam një biznes, sa mund të më ndihmosh. Si mund të më ndihmosh për biznesin tim? A je shoku im? A je miku im? A thush se më dush? A do përkrashe biznesin tim? Atëherë eja me mua dhe dëgjoj një Zoom. Shikoj se për çfarë flitet aty. Nëse do hapja restorant, a do vije me mua që a do vije taje një darkë ose ti sjellish njerëzit miq, familjarët te restoranti im. Po, atëherë pse nuk më përkran këtë biznes që e kam nis? Kush nuk lën ti thush kështu njerëzve që i njeh? Nuk të lën egoja. Ose të hulësh hundën, thot Klementina, po. Domethënë, nuk mund të jetohet me hundën lart, me xhepin bosh. A ke ndjerë ndonjëherë që suksesi yt është i zbrazët sepse nuk je në kontakt me zemrën tënde? A është koha për të zgjedhur diçka me të vërtet më të thellë? Edhe mos harrojmë se egoja është gjithmonë aty, pra në çdo fazë të jetës. Kemi një pyetje këtu, qysh me dallu ego nga zëri i brendshëm me domethënë egoja është gjithmonë çon rrugës të gabuar. Egoja gjithmonë thot ti din krejt, nuk ke nevojë të mësojsh. Pse të mësojsh kur interneti ka aq shumë trajnime? Kur në internet ka pafund mësues, motivues që janë falas. Pse duhet të paguaj unë për një trajnim? Pse duhet të paguash kështu thot? Ndërsa shpirti thot shko këtu, kjo është rruga jote, kjo është rruga jote, kjo është drita jote. Hyn këtu, futu këtu, shife, kanalizo veten në një rrugë. Edhe ti se dëgjon. Unë e kam dëgju, domethënë në momentin që më ka ardhur përgjigje, unë e kam dëgju, jam fokusu, edhe ashtu, domethënë çdo ditë të mësu, se si të përballem me veten time, si t'i largoj krejt ato zënka që kisha me njerëzit. Edhe si mund të mos i fajsoj tjerët kur i shifsha se janë gabim. Domethënë çdo gjë ishte pasqyra ime edhe përsëri duhet të përulem edhe të mësoj për vete.
Egoja do të jeton gjithmonë aty në çdo fazë të jetës. Egoja ndonjëherë funksionon. Anila thot i kam ftuar, por ju duket se din shumë dhe s'kan nevojë. Anila, do më thonë, këtë mendim, kjo është pasqyra, do më thonë pasqyra. Edhe pasqyra do të ndryshoj. Duke ndryshu brendësia, edhe njerëzit nuk do të kesh më përgjigje të tilla. Atëherë, ka njerëz shumë bukur e ka shkruajt Hajrushi, bravo Hajrush, përshëndes. Egoja nganjëherë funksionon. Ka njerëz pra që me egon e stërmadhuar kanë ndërtuar perandori. Kanë fituar lavdi botërore, kanë pasur ndikim. Por të lutem mos u mashtro. Po aq sa ka ego në histori, ka edhe shumë shkatrime nga ajo. Lider të rënë, artist të haruar, marrëdhënie të djegura, ide briljante të shkatruara, të gjithë për një shkak. Për shkak të një gjëje, egoja. Dhe sot jetojmë në një kulturë që e promovon egon si sukses. Na thuhet jo je më i miri, trego se je më e bukur, a dil në gjithë shkallët, merr vëmendje, domino. Na mësojnë të luajmë me fatin duke injoruar pasojat. Por kudo që shkojmë, egoja shkon me ne. Egoja është brenda nesh në çdo fazë të jetës sonë. Ka 3 faza ku shumica prej nesh ecin në mënyrë të rrjedhshme. Kur jemi, numër 1 është kur jemi të aspiruar. Jemi të urritur për të ndërtuar diçka. Duam të bëjmë një ndryshim, të lëm gjurmë. Dhe egoja flet, duhet të jesh më i mirë se të gjithë, duhet të dukesh në vend të përulësisë dhe mësimit, na shtyn drejt krahasimit, mendjemadhësisë dhe presionit. Kur kemi arritur sukses, suksesi të jep një ndjenjë fuqie. Njerëzit lavdrojnë, të kërkojnë, të duartrokasin dhe egoja po shpërit. Tani je dikush, mos u dal. Mos i dëgjo të tjerët, mos u mjafto. Ati ku duhet mirënjohje, ajo sjell krekosje. Aty ku duhet disiplinë, ajo sjell vetkënaqësi. Pra kur kemi dështuar? Egoja e uren dështimin, sepse dështimi të ul nga piedestali i rëndësisë. Dhe çfarë bën egoja në këtë moment? Pajson të tjerët. Mohon realitetin, izolon shpirtin tënd nga e vërteta. Pra, aspirata numër 1, ku mësojmë të shtypim egon përpara se të rënjoset si zakon, sukses, ku zëvendësojmë tundimin e egos me përulësi dhe disiplinë, dhe dështim ku kultivojmë forcë dhe qëndrueshmëri që të mos rënohemi. Pra synimi cili është? Të jemi të përullur në aspiratat tona. Të kemi hieshi në suksesin tonë. Dhe të pathyeshëm kur përballemi me dështimin. Kjo nuk do të thotë që nuk je unike. Nëse do më thonë ti nuk i thu vetes unë jam më e mira se krejt, nuk do të thotë se ti nuk je unike.
nuk do të thotë se nuk ke një dhuratë për t'ia dhënë botës. Por, për ta dhënë atë dhuratë në mënyrë të vërtetë, për ta lënë gjurmën tënde pa rënuar gjithçka. Pa rënuar çdo gjë rreth vetes. Duhet ekuilibër. Siç tha William Penn, ndërtesat që janë të ekspozuara ndaj stuhive kanë nevojë për një themel të fortë. Dhe ky themel është përulësia, vetdia, qetësia, mos luftimi për dominim, por për ndikim me zemër. Tash pyetja ime për ju është, cilën do të zgjedhësh? Egon apo përulësi? Ti e këtu duke dëgju këtë trenim. Do ju kam thënë disa herë se nuk jeni këtu rastësisht. Sepse ju kom tregu se çka është rastësia. Ju keni pat një dëshirë, keni shpreh një lutje, edhe ëngjujt kanë bërë shumë variacione. Shumë mundime derisa ua kanë sjell këtë link të hyni sonte këtu. Pra nuk je rastësisht, nuk ka rastësi. Nëse je në fillim të një ëndre, në mes të suksesit apo pas një dështimi. Egoja është aty në çdo hap. Dhe pyetja e vërtetë është, a do të lejoje të më drejtoj apo do ta mësoj ta drejtoj unë? Domethënë, da lejojsh egon të drejtoje apo da mësosh egon që ti ta drejtojsh ata? Cilën do e zgjedhësh? Ky reflektim nuk është thirrje për të zhdukur egon, dikush krenohet se ka ego. Kam pa njerëz, wow, unë kam egon e madhe, edhe krenohen me këtë. Për të zhdukur egon plotësisht. Kjo nuk është e mundur, por është një ftesë për të zgjedhur vetdijen mbi iluzionin. Për ulësinë mbi mashtrimin. Qetësinë mbi nxitimin për të dominuar. Dhe le ta shohim të vërtetën me fakte mbas të historisë. Shumë nga njerëzit më të mëdhenj në histori, si William Sherman, Angela Merkel, udhëheqësja, sportistë si Jackie Robinson, autorë si Katharine Graham, nuk ishin të lirë nga egoja, por e kishin mësuar si ta mbajnë në kontroll. Ata ishin të mëdhenj sepse ishin të vërtetë, sepse i qëndronin realitetit ballë për ballë, sepse kishin guximin të ishin të përulur. Përballë tyre qëndrojnë emra tjerë. General që u rrëzuan nga pushteti për shkak të delirit të madhështisë. Shkencëtar që u mbytën nga mania për famë. Gjeni të biznesit që u shkatruan nga egoja dhe vetbesimi i rem. Sepse egoja nuk është një pasuri. Është një bast. Një bast që shpesh e humbasim. Çfarë ndodh kur e heqim egon? Na mbetet ajo që është e vërtetë. Na mbetet vetbesimi i ndërtuar me përvojë dhe jo me iluzion. Na mbetet përulësia që nuk do të thotë jam më pak, por që do të thotë jam gati të mësoj, të rritem, të shërbej.
Egoja është e zhurmshme, por përulësia e vërteta është e patundur si shkëm. Egoja është vetë e mëruar, vetë mashtruese, sepse njerë ti e mashtron vetën, pastaj fillon edhe i mashtron krejt botën. Vetëbesimi i vërtet është i fituar me përpjekje, me qëndrueshmëri, me dështime të pranuara dhe me sukses që nuk të dehin. Kështu që pyetja mbetet, kë do të zgjedhësh? Kë do zgjedhësh të jesh? Dikush që ndërton mbi ego dhe rrezikon të rrëzohet nga një realitet që nuk do ta pranosh? Apo dikush që ndërton mbi të vërtetën, që udhëheq veten dhe të tjerët me zemër të pastër dhe mendje të qartë? Unë zgjodha për ulësi, dhe ajo më solli te liria ime. Liria për të ndëtuar, për të ndikuar, për të jetuar me kuptim. Dhe tani është radha jote. Kisha një pyetje atë si ta mundi ego. Me përulësi e dashur. Çfarë do të thotë përulësia? E hapur për të mësuar. E hapur se nuk di. Do të thonë unë e kuptova se nuk di dhe duhesh të mësoj. A nuk është kjo përulësi? E hapur se unë jam shkaktari e gjithë problemeve. Dhe duhet ta ndryshoj veten, a nuk është kjo përulësi? E hapur se unë duhet ta operoj veten. Pa mu dridhur dora. A nuk është kjo përulësi? A nuk është kjo një indeks i lartë mësimi dhe ndryshimi? Momentin që ti mendon se i din krejt, në qatë moment nuk din asgjë. Sepse nuk e dëgjon këshillën e askujt. Mund të paguish me mira euro trajnime, mirë por nëse si dëgjon mentorët tu, çfarë të thonë është e kotë. Sepse si e për ullur. Nuk duhesh të mësojsh dhe të ndryshosh. Sepse mendon se i din gjithë. Sepse ego si duken gjitha të njohura. Sepse egoja është shumë e zgjuar për mashtrime, për shkatrime. Nuk donë që ti të mësosh. Do me thonë, javën e kaluar më u tregova se është një pyetje këtu, apo shpesh e përdori për ulësim, por më thanë të drejtën, tani ka 4 vite që punoj me veten dhe gjatë kësaj kohe shpesh nuk kam ditë se kur të përulem ndaj sfidave që nuk kanë qenë të lehta. Do me thonë, sfidat janë vetëm një tregues shumë i bukur nga Zoti se diçka nuk është në rregull me energjinë me cilën ti je lidhur dhe mëson. Diçka nuk është në rregull. Nuk është në rregull diçka me ty, sepse nuk je e fokusuar. Në ta marrësh esencën e librit, ta marrësh esencën. Edhe nëse një libër s'ka esencë, do me thonë autori është i vdekur i gjallë. Nuk e ka shkruajt vet atë libër, ose e ka shkruajt me ChatGPT atë libër, ose ja ka shkruajt dikush tjetër vetëm për të bë sa më shumë libra, të arritje sa më shumë egon, që të ketë sa më shumë ndjekës falso. Edhe kështu me radhë. Do më thonë, me ChatGPT sot mund të shkruash për një ditë 100 libra. Edhe të bëhesh një autore shumë e famshme me 100 libra që i ke shkruajt. Po cila është e vërteta jote? Nuk është lehtë ta shkruash një libër. Një libër të vërtet, sepse për ta shkruajt një libër të vërtet duhet të të vijë prej lart shkrimi. Sepse ajo është kreativitet. Me ego ti e hub kreativitetin. S'ke kreativitet, është vetëm kopjon edhe vjedh.
Tash, më tregoni çfarë do të thotë për ju liri? E sonte për shembull që kemi folë për egon, shumë nga ju nuk doni ta pranoni. Shumë nga ju do filloni mu të më gjykoni. Shumë nga ju do filloni gjeni te unë lloj-lloj gjërash që u thot egoja. Sepse, do më thonë, drita është shumë e lartë. Edhe egoja zhduket nga drita e lartë. Çfarë do të thotë liri për një grua? Oltjana ti ke trajnimet në Empower edhe jepja vetes një detyrë që ti ndjekish ato trajnime, sepse njerëzit që kanë kry nivelin 1 nuk flasin kështu. As nuk bëjnë kështu pyetje, sepse aty i kanë krejt përgjigjet. Se nuk ka puna ti veç të meditojsh edhe të presësh se do ndryshoj jeta jote, pa i kuptu mënyrat si të komunikojsh me tjerët, si të komunikojsh me vete. Çfarë duhet bësh në baza ditore që ti ndryshojsh ato rrugë nervore negative? Nuk mund t'i të tush unë e pash një short në TikTok, motivimi, ose në Instagram, edhe e ndryshova jetën. Jo, ashtu vetëm e ngatrojsh ma shumë. Duhet vërtet një fokusim i madh reflektim i madh, për ulësi e madhe, indeksi i lartë mësimi. Për ulësia dhe indeksi i mësimit është e njëjta gjë. Se për shembull, unë kur qëndroj me njerëz si dëgjoj, nuk flas shumë sepse e di se duhet ta dëgjoj një herë. Sepse ne jemi këtu që dikush na dëgjoj, edhe askush s'na dëgjon. Askush s'na dëgjon se u afru shumë kjo kamera. Tash të opa, rregull. Nuk bëra asnjë magji, domethënë është kamera që funksionon me duar. Shif, nëse e bëj kështu, afrohet. Edhe nëse e bëj kështu, largohet. Kush do të mi lexoje pak këto përgjigjet e mrekullueshme që i kanë dhënë për lirin. Teuta, okay, Teuta, ti mund ta hapish mikrofonin se je co-host? Mundish? Okay, Po, super. Mimi, Okay, zemër, si dush lexoj këto unë derisa ta bëj një pauzë të vogël. Ti lexoj, okay? okay. Do më thonë për filloj nga pyetja, të jesh vetvetja, të bësh gjërat që do pa cenuar veten dhe të tjerët, janë përgjigjet se çka është liria, të mos kesh gjykime, paragjykime, të ndihem në paqe me veten. Jolanda thot ka dy liri, financiare dhe shpirtërore, por nuk vetëm pak. Se me i ke mesazhet.
Ka dy liri, financiare dhe shpirtërore, po nga përvoja ime, liria që i sjell të dyja është liria e shpirtit dhe shërimi i saj. Diana paqja në shpirt, Lindita liri shpirtërore dhe të jesh vetvetja. Anila, unë e pranoj Mimi, faleminderit që ekziston, se ndoshta thellë brenda nesh ka akoma ego që nxjerr kokën. E nxjerr nganjëherë Anil, po ne i bijmë shuplak. Veçanërisht ti të uta që je me profesion gjakovare. Po, veçanërisht mu ka dashur më dhajt veç me shuplak. O, zot, ti je gjakovare edhe qeshe për ullur. Faleminderit te Mimi këtyre mësimeve, se me të vërtet kemi qenë si sot Kevini trok, broke. Trok. Edhe të gjitha ato kanë qenë, po faleminderit këtyre mësimeve, informacioneve, se me të vërtet ne nuk i dim ato që nuk i dim. Edhe faleminderit Zot që i kemi në duart tona këto thesaret mrekullueshme që ti na dhuron për neve. Fatlumja thot se ndoshta dhe të qenit i lirë të frikson se a do t'ja dalër, sepse gjithmonë isha duke e prit tjetër kon se si të jetoj e lirë. Domethënë ajo është burg. Liri shpirtërore, liri financiare, mihania, dyja ti do. Valbuna thot liri do të thot për ulësi para Zotit me pas paqë të brendshme. Edhe nga njëherë të jesh e lirë është term jo që dita definoj letë, thot Fatlumja, a jetja thot paqë të brendshme për mua është liri, se vdia në paqë me vetveten, reflektime, liria është e drejta veprimit mbi atë çka synon. Në vendin ton ka qenë e privuar liria. Oneda, liria është qetësia brendshme, është paqja brendshme shpirtërore dhe ajo ekonomike personale. Energjinë e ke të mrekullueshme Mimi, Valbona, Anila, liri për mua është për ulësinë që të dua pa kushte. Të dua të thonë u knaqëm si kur t'ishe nga të shpirtit dritë, po thot Kefserja, u Kefserja ti ke ma ofër. Liri është kur je e lirë nga ego, unë praktikoj për ulësin kur egoja më përshpërit që të më mërzisi, thot Anila Miraka. Ajrushi thot kam ndihmuar x raste persona që ata të arrin qëllimin, ke lënë anash vethën dhe shumë se në ikim fjalët. Pa gjej Arushin sa shumë kanë shkruar. Arushi ka shkruajt shumë bukur, domethënë ke lënë anësh veten në shumë punë që të nxjerrësh në dritë ato që të arrijë suksesin që ka filluar. Por çka ndodh? Pasi rrugtimi i tij merr dritën e gjelbërt në biznes, këtu pra në këtë pikë ndodh ajo që harron se kush e ndihmoi me ditë e javë, muaj të tërë. Thua vet kam bërë kët unë. As edhe një faleminderit nuk vjen. Pyetja është, çka ndodh me ata persona kur harruan ndihmën e kërkuar profesionale dhe më pas vazhdojnë me egoizmin e fuqishëm që nuk kam parë ndonjëherë, ju ra maska. Shumë e saktë, Hajrush, kjo është diçka, është një temë në vete. Pra, sonte unë e ceka se kjo është pjesë e egos. Të uta faleminderit shumë që i lexove mesazhet. Faleminderit Mimi, faleminderit ty. Okej, domethënë ju të gjithë e përshkruajtët çfarë do të thotë liria për ju. Vërtet, domethënë është liria shpirtërore. Është
është ajo liri që ne femrat në përgjithësi e kërkojmë. Liri që thuash dua të shkoj këtu, edhe të shkojsh. Duke e ditur se atje ku do shkojsh do jetë vetëm biznesi jot, do jetë vetëm puna jote, do jetë vetëm më e mira jote. Do e nxjerrish më të mirën tënde. Liri për shumë vite për mu ka qenë një ëndër e largët. Domethënë isha një grua që shumë punoja, nuk u ndalja kur, jepja gjithçka për familjen, për punën, për të tjerët. Kisha biznes fizik, domethënë kisha dyqane shumë, kisha përgjegjësi, kisha punë që më konsumonte, më rëmbente ditët, energjinë, kohën, jetën. Dhe kur fillova të mësoj, domethënë në Global Information Network, kur për çdo ditë e kisha indeksin e mësimit 10/10, që domethënë, ok, unë sot e marr këtë mësim, dhe shumë du ta mësoj këtë mësim, por këtë mësim unë duhet ta vëm praktik, nëse nuk e vëm praktik këtë mësim. E kom mësu se fajtori jam unë, nuk është tjetri, edhe tash përsëri shkoj dhe i fajsoj njerëzit tjerë, atëherë s'kom mësu asgjë. E kom mësu se mënyra e duhur e pasurimit është mirënjohja, këtë shkenca e pasurimit, edhe nuk jam mirënjohse. Nuk e kom mësu mirënjohjen. Mund të flas si papagall gjithë ditën për mirënjohjen, mirë po nuk e kom mësu mirënjohjen, se mirënjohja është e thellë, është diçka që ti duhet ta ndjesh me gjithë shpirt. Si sot për shembull që në momentin që ula të ha, domethënë isha shumë mirënjohëse për atë që kisha ta ha. Kur ka ndodhur kjo në jetën time, kur kisha biznesin fizik, kur isha e angazhuar pafund, kur egoja ime thoshte se ti ke bo, çka ke bo ti? Çka ke bo ti? Shkoja në hotel edhe kontrolloja çdo skajt hotelit, çdo vrim, jastëkët, ndër dyshek, çfarë ka, mos është diku të pluhur, mos ka kështu, mos ka ashtu. Nuk shkoja në hotel që nuk ka pishin. Nuk hyja aty. Do i ndroja, nuk e di sa hotele, derisa ta gjeja një që i konvenonte egos time. Se e maltretoj fëmijët, si maltretoj burrin, punë e madhe. Sepse egoja ishte ajo që, domethënë, e shkatroi jetën time. Edhe është i vetmi armik që shkatron jetë, është egoja. Në momentin që ti mendon se ti i din krejt, e tjetri s'din kur gja, e ti i bon krejt, e tjetri s'bon asgjë, e veç ti e qendra e botës, edhe veç ti duhet të tregohesh, në që ajo domethënë është shkatrim total. Shkatrim total i jetës është. Edhe prandaj do thot kur erdhi ai moment që unë duheshe të ndryshoj rëndësisht çdo gjë, fillova ta pyes veten, po unë ku jam në gjithë këtë? A është kjo jeta që kam dash vërtet? A kam drejt të ndërroj më shumë? Ndërsa pyetja më e vërtet nga të gjitha është, a jam e lirë apo thjesht e zan? Liria për një grua si unë nuk është vetëm një luks, është nevojë. Liri për të qenë pranë fëmijëve të mi. Liri për ta zgjedhur orarin tim.
Liri për mos qenë gjithmonë betej, por ndonjëherë edhe në paqë. Liri për mos pasur frikë nga e nesërmja. Liri për të bërë punën që e dua, jo punën që më detyron dikush tjetër. Dhe liria për mua u bë e mundur kur zgjodha të punoj nga shtëpia. Jo sepse ishte e lehtë, por sepse ishte më ndryshe. Ishte e vërtet. Fillova të ndërtoj diçka timen, me një sistem të zgjuar, me një vizion të qartë, dhe mbi të gjitha me një mision. Edhe ky mision më bëri të ndihem e gjallë. Kur fillova nuk isha eksperte, nuk isha teknolog, nuk isha influencuese. Isha një grua që tha mjaft më. Unë dua të filloj të jetoj me kuptim. Dhe fillova të mësoj, të ndërtoj, të dështoj, të ngrihem, të gjej njerëz si unë, gra që nuk donin të prisnin, por donin të vepronin. Për mua liria është të jem aty kur fëmia im ka nevojë për mua. Të jem në një zumë si ky dhe të prek shpirtin e dikujt tjetër. Të zgjohem në mëngjes jo me stresin e mbijetesës, por me gëzimin e krijimit. Të jem e pavarur në shpirt, në mendje dhe në financa. Dhe e dini çfarë kuptova në këtë udhtim? Liria nuk t'jepet. Askush s'ta jep lirin. Ajo ndërtohet. Liria nuk është rezultati i fatit. Është rezultat i zgjedhjes. Liria fillon nga brenda edhe fillon të manifestohet jashtë. Dhe tani përsëri kam një pyetje për ty. A ndihesh e mbërthyer në një jetë që nuk është e jotja? A ke frikë të fillosh nga e para? A e ndjen se ka diçka më shumë për ty, por nuk di si ta arrish? Në pjesën tjetër të këtij trajnimi, pra do të tregoj si mund fillosh këtë rrugtim, me hapa praktik, me sistem të provuar, me mbështetje reale, por mbi të gjitha me një qëndrim të ri që thotë, po unë meritoj më shumë, dhe po unë do ta ndërtoj. A je gati ta zgjedhësh lirinë tënde? Nëse po, unë jam këtu për të ndihmuar. Tre shtyllat për ndërtimin e lirisë nga shtëpia. Tani që kemi kuptuar se çfarë është liria dhe si egoja na pengon të arrijmë, le të flasim në mënyrë praktike si ta ndërtojmë një jetë ndryshe. Shtylla 1. Një sistem i provuar. Cili është sistemi i provuar? Forever Living. Është sistemi i provuar 47 vite, funksionon si biznes. Është një mundësi për të ndërtuar të ardhura nga shtëpia, me produkte natyrale që ndihmojnë trupin dhe mendjen. Nuk ka asnjë rrezik financiar, nuk të duhet magazin, nuk të duhet dyqan, por ke vetëm mbështetje, ke trajnime dhe ke rrugë të hapur drejt lirisë financiare dhe kohore. Shtylla 2. Transformimi i brendshëm. I Empower. I Empower është trajnimi më i thellë që kam krijuar ndonjëherë.
gjatë gjithë këtyre 14 viteve, gjithë trajnimet në Empower janë regjistruar në këtë shtëpi. Kjo shtëpi çdo mur i ka ato frekuenca, i ka atë vibracione, ka atë energji të mësimeve që ndryshojnë jetë. Prandaj këtu unë ndjej parajsën time. Edhe një këshill kur të bleni shtëpi, gjithmonë pyesni çfarë jete ka pat familja që ka jetuar aty. Sepse nëse ka pat konflikte, muret e asaj shtëpie janë krejt konflikte. Edhe këto gjëra duhet t'i analizoni. Empower është në 5 nivele. Në çdo nivel e ka arritjen e vetëm. Çdo testim është mësim në vetëm. Ata që s'kan durim, ata që janë vetëm në nxitim, testimi ju duket si diçka e vështirë, po testimi është mësimi më i mirë që mund të ekzistojë në Empower kur i përfundon krejt niveli 1. Ti aty e shef veten se sa ke mësuar. Edhe çfarë ke mësuar? Ke mësu si të mendosh mirë, si t'i largosh mendimet negative, si t'i largosh energjitë negative, si të krijosh sukses, do të thonë pyetje për krejt mrekullitë që ekzistojnë tek një njeri. E tash kohën e fundit, do të thonë kur vendosa të kem trajnime 1 vjeçare, atëherë tek trajnimet 1 vjeçare, në bazë mësimeve që kam marrë gjatë gjithë kësaj periudhe, edhe duke e ditë se çfarë kam dhënë të kalumen tek trajnimet, edhe çfarë ju duhet tash antarëve të cilët vazhdojnë me trajnimet në Zoom, më thonë krijoj trajnime tjera. Fillimisht e vendosa që të jetë një trajnim 1 vjeçar, i cili do të ketë vlerën 399 euro, ku çdo muaj ka trajnime ndryshme për vetbesimin, komunikimin, balancimin emocional, meditime të udhëhequra, ushtrime praktike dhe rritje shpirtërore. Komunitet mbështetës dhe udhëzime për transformim të vërtet. Dhe shtylla 3 është shërimi emocional. Pra kursi largonim plagët emocionale. Ky është një kurs i thellë me vlerë 999 euro. I ndërtuar për ata që janë gati të shërojnë plagët e së kaluarës, të çlirohen nga dhimbjet e vjetra dhe të rikthejnë fuqinë e tyre të brendshme. Ky është një kurs që ka qenë për 1 vit në Empower dhe tash nëse e blesh në veçanti është 999 euro. Dhe çfarë bëra unë? Domethënë, përmblodha këtë kurs, përmblodha trajnimet që janë 2 herë në muaj. Tani e kemi mrekulli vazhdimisht edhe më e fortë se kur. Ndërsa kur ti e merr paketën 1, aty t'hapen krejt mësimet e vitit kaluar që kanë qenë. Edhe plus është, domethënë, trajnimi largoni plagat emocionale, është si bonus i kësaj pakete. Si dhuratë speciale për këtë verë, e kemi përfshirë edhe eventin më të veçantë të vitit, solstici veror, eventi ku ne do të manifestojmë për ty, domethënë, ju vetëm do i kulloni, do i gjeni cilat janë dëshira juaj, sepse duhet të kalojmë në një proces derisa të arrijmë ajo dëshira e vërtetë e zemrës suaj, edhe pastaj lirimet e energjive që nuk e lejojnë atë të manifestohet dhe në fund është ushtrimi ose meditimi për kur unë edhe bashkë me ekipin tim manifestojmë për ju. Edhe vendosa domethënë që kjo të jetë vërtet dhuratë për gjithë ata që bëjnë donacion 50 euro. Krejt të trajnime që i përmenda deri tani, domethënë i merrni vetëm me 50 euro donacion. Përvoj 5 orëshe me energji është solcisti, frymëzim, qartësi për dëshirën e zemrës tënde. Domethënë tash këto i keni gjitha vetëm për 50 euro. Që i bie trajnimi 1 vjeçar Empower që është 399 euro.
Kur si largoni plagët emocionale që është 999 euro, eventi i solcisit veror 50 euro, edhe ka edhe trajnime tjera, të cilat nuk e di çfarë çmimesh kanë tani, po ka edhe shumë trajnime tjera që janë pjesë e kësaj pakete. Dhe vlera totale, nëse është 1448 euro, ti e merr sot vetëm për 50 euro. Tani, nëse unë do t'i jap 100 euro, do me thoni kam 100 euro në dorë, edhe t'i jap 100 euro, edhe të them, do t'i jap këto 100 euro, nëse ti më jep mu 10 euro. Nëse unë t'i jap 100 euro, e ti më jep 10 euro, a i merr ato 100 euro me njëherë? I merr me njëherë sepse e dim vlerën se i ke fitu 90 euro për një këmbim. Pra, kjo që të ofroj sot është më shumë se kaq. Nuk është thjesht një ofertë. Është një investim për shpirtin, jetën, të ardhmen tënde. Është një vit përkushtimi për një ndryshim të thellë të vetes. Dhe kjo është dhurata ime për ju, me shumë përullësi, me shumë dashuri. Dhe me bindje të plotë se nëse je këtu, je gati. A do t'jesh pjesë e kësaj rruge, vetëm ti mund t'a zgjedhësh, unë s'mund t'a bëj për ty. Por një gjë të siguroj, nëse hyn, nuk do t'jesh më kur e njëjta. Por do t'jesh verzioni më i mirë i vetes, për veten tënde, për fëmijët e tu, për familjen tënde, për rrethin edhe për më shumë njerëz, varësisht cilat janë qëllimet e juaja jetësore. Pra u njoftoj të na bashkoheni na Empowered, na bashkoheni Forever. Prandaj janë edhe këto trajnime të falas që ju të njiheni sadopak me atë që është thelbi i ndryshimit të vërtet njerëzor. Nëse 1% kam arritur të ndryshoj jetën tuaj, nëse 10% kam arritur të ndryshoj jetën tuaj me trajnimet falas, dhe nëse pak jeni mirë njohës për çdo gjë që kam dhuruar, atëherë sigurisht do thoni, okay, unë tash do vendos të jap me zemër, me shpirt donacion për I Empower, që jo vetëm ta ndihmoj veten, por ta ndihmoj edhe dikot tjetër. Ta ndihmoj edhe dikot tjetër i cili nuk ka mundësi financiare që ketë edhe 50 euro. Edhe nëse krahasohet me harximet tjera që ne i bëjmë në çdo muaj, atëherë është diçka që është vërtet falas. Edhe Business in Forever është e njëjta gjë. Do të thotë ti e merr një pako ku i ke produktet janë tuat. Mund t'i shesish dikujt tjetër që ti nxjerrësh investimin tënd, mund t'i përdorish për vete. Sugjerimi numër 1 është t'i përdorish për vete, sepse i bëjnë mirë shëndetit tënd. Edhe automatikisht ti je pjesë e një biznesi global. Automatikisht ti ke hapur një derë për një liri financiare. Automatikisht ti tash i ke thënë universit, unë jam gati që ti hap rrugë vetes nga do të më vinë finansat. Jo vetëm presim të manifestojmë gjëra, të cilat për shembull janë ka sjell para njerëzit që janë në mërgim, presim për atyre. Edhe ju që jeni në mërgim, u është lodhur shpirti duke u dërguar para njerëzve dembel që s'duan të punojnë për vete. Edhe
nëse do t'jetë hera e fundi që i dërgoni para, regjistronin këtë biznes dhe thuj që ta hapa një biznes, puno tash. Që ku e ke biznesin, që ku e ke trajnimin, si të mësojsh, edhe tash puno, mos së më kërko mu më para. Bëju i pavarur nga njerëzit tjerë. Nuk është manifestim të cilje para që i punon me gjerse, me gjaka i njeri që është që ka lënë vendlindjen dhe ka shku në vend huaj, edhe të cilë ty para, sepse ti e dembel të punojsh, ti e hum krejt kreativitetin të duke prit dikush të t'jape. Më thonë është një lloj mënyre, se për shembull kemi pat raste ku ju ka thënë, ja, do t'a paguaj trajnimin në Empower, shko mëso, unë i di krejt, unë s'kam çka të mësoj, më jep pare, ti më jep pare. Se nuk du të krijoj pare, më nuk du të punoj, puno ti për mu, edhe unë jam rregull këtu. Po, Majlinda, e di se punoni shumë edhe është vërtet fillimi i biznesit me Forever është një rrugë e cila do krijoj lirinë financiare për ju nëse punoni. Nëse i mësoni mësimet që janë në Empower tek trajnimi për biznes profesional që është, i mësoni ato edhe e rindërtoni mendjen tuaj nga punonjës i përkushtuar për me gjithë fuqinë tënde fizike, emocionale, shpirtërore, mendore në një ndërmarrës. Më thonë është një kthim kuantik prej mentalitetit të punonjësit në një mentalitet të ndërmarrësit. Nëse do më thonë doni t'jeni pjesë e biznesit, në shkruani, keni përkraje të vazhdueshme dhe nëse doni t'jeni gjithmonë në mentorim, keni gjithmonë një rrugë tek e cila do i largoni të gjithë shpërqendrimet e rrjeteve sociale dhe do e fokusoni veten në një rrugë, atëherë vërtet do të ndiheni edhe më të qeta, edhe më të sigurta, edhe dal nga dal do të ndërtoni perandorin tuaj. Ashtu si që kam ndërtu unë. Do me thonë edhe unë kur kam fillu, nuk kam askush s'më ka njoh, kam fillu me thënie në Facebook, edhe me vite, po nuk keni nevojë të t'i kaloni 14 vite si unë, sepse unë pa kam bërë shumë gjërat gatshme, kam kërku nga gjithë bota që ta sjell atë ajkën më të mirë tek ju. Sepse egoja ime ka qenë armiku im më i madh. Sepse egoja ime për pak ta vras mimozën këtë trup fizik. Egoja ime për pak të shkatroj çdo gjë. Edhe shohim se si ego e dikujt tjetër është duke shkatruar jetën e tyre. Vetëm se nuk duan të jenë vërtet, vetëm se nuk duan ta thunë të vërtetën, vetëm se nuk e pranojnë të vërtetën, vetëm se nuk janë mirënjohës, vetëm se nuk përulen, mendojnë se dinë shumë, në realitet, dituria e tyre me praktikën është 0. 10 herë 0 është barazi 0. Ti mëso gjithë ditën, nëse nuk e vën praktik, është asgjë hiç. Ti mëso gjithë ditën si ta vendosësh qëllimin, nëse nuk bësh asgjë për të arritur atë qëllim, është 0. Përsëri arrim tek 0, ja. Sa e keni ju indeksin e mësimit edhe ndryshimit? Oltiana, për ankthi ndihmojnë trajnimet në I Empower prej nivelit 1 deri nivelin 5.
Kur ta përfundosh nivelin 1, ma dërgo certifikatën. Edhe nuk do kesh më kështu pyetje. Nuk do kesh më kështu pyetje. Stop ma me këto pyetje. E ke blejt nivelet në Empower, hyn edhe dëgjoj. Shko nesër me një market, blej fletare, blej një 10 fletare, blej një 20 stilolapsa të kaltërt që shkruajnë bukur. Ulu para kompjuterit, hape I Empower, dëgjoj mimozën, shkruaj çka thot mimoza aty. Se mimoza është dash të luftoj me egon e vetë që ti bëj ato trajnime. Edhe bëhet njëjtën, edhe mos bëj ma kështu pyetje, sepse përgjigjen gjithmonë do e kesh njëjtë. Hyn në Empower, dëgjoj trajnimin. Nxirri deri në fund, sa nivele ke blejt, shko deri në fund. Nuk të hapet niveli 2, pa e përfundu niveli 1. Pa e dhënë testin, nuk të hapet. Pa e përfundu gjithë, nuk të hapet. Sistemi është i tillë. Nuk mund të ndryshoj unë atë sistem. Ai sistem është ashtu i njëjtë për gjithë. Sado që ti dush të ta bëjë dikush tjetër testin, është e kotë. Çka duhet ai testi ta japësh kur ti nuk e ke diturinë? Edhe nuk e ke vënë praktik diturinë. Pse ta japësh testin? Leje, hiç mos e jap. Nuk ka puna vetëm ta japësh testin, po është ta bësh, ta vësh në veprim. Atëherë unë ju du shumë. Besa shoh sonte shumë kemi ata donatorët mrekullueshëm që do jemi nesër mbrëma. Nesër mbrëma do jetë një diçka tjetër. Edhe me zi pres që ta fillojmë ato. Çdo gjë ka buru nga shpirti im, u ulsha jashtë në diell, edhe kërkoja Zotit ndihmë se me çfarë mund t'i ndihmoj më mirë në solstistin veror. Edhe u radhitën krejt tak, kët, mandej këtë pjesën tjetër edhe në fund. U bo. Në me thamë, kur ajo u bo, unë u qetësova. Dhe tje kam qenë shumë e qetë, sepse e kryova atë që du nesër mbrëma të ndaj me ju. Edhe do jetë trajnimi më i fuqishëm i jetës suaj. Trajnimi më i fuqishëm që ndoshta nëse do të duhet t'i vihet një çmim, duhet ta ketë çmimin 100.000 euro. Nëse do e kishte çmimin e vërtet, ai trajnim që do t'jetë nesër për gjithë ju. Bile edhe 100.000 është pak. Atëherë, keni marrë pra një dhuratë 100.000 euro, tash jeni plus 100.000 euro në akauntet tuaja, në bankën tuaj të diturisë, në bankën tuaj të imagjinatës, edhe të shihemi nesër, edhe ta shohim se çfarë ka përgatitur universi edhe Zoti për ju. Ju du. Natën!